Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Arom Shkodri, një emision mjaft popullor i cili vijon maratonin e tij për vite e vite me radhë dhe ne përpiqemi gjithmonë që të sillim personazhe shumë interesant, kryesisht personazhe që sillin pak optimizëm në emisionin ton, që nuk ankohen për ditëshmërinë e tyre edhe pse po të krahasohet jeta e tyre me shumë njerëz të tjerë shumë herë më e vështirë, por nuk i shohim të trishtuar apo të mërzitur apo të ankohen siç ndodh rëndom sado që përpiqesh të komunikosh me njerëzit, të lëvizësh nga një vend në një vend tjetër, gjithmonë do hasësh njerëz që ankohen. Mua më pëlqejnë këto historitë njerëzore që janë pikërisht për ne të tilla për të na frymëzuar dhe ne se të mendojmë disi ndryshe për punën që bëjmë në përditshmërinë tonë. Ne do kemi ashtu si gjithmonë në emision Arom Shkodër dy pjesë, ku në pjesën e parë kemi hapësirën për një miken ton të nderuar, e cila vjen për herë të parë në emisionin ton. Dhe në pjesën e dytë do të kemi mundësinë që të prezantojmë festivalin mbarkombëtar të poeteshave që u realizua pak ditë më përpara në qytetin e Shkodrës. Por personazhi i parë ka qenë pjesë e reportazhit për këtij festivali të rëndësishëm që u zhvillua në edicionin e 5 në qytetin e Shkodrës. Po kush është mikja jonë që vjen për herë të parë në emisionin Arom Shkodrë dhe sjell jo vetëm jetën e saj, pra sakrificat në përditshmëri që nuk e kanë thyer as pak, por njëherë ka dhe një shpirt të bukur poeteje. Mirë se erdhe Nordana Hasa. Mirë se gjeta. Kënaqësi që të kemi në emision dhe për ju është hera e parë që vini tek ne. Kënaqësi dhe për mua gjithashtu, po është hera e parë. Kur u prezantuam dhe teksa ju shkurtimisht më sinjalizuar për disa detaje pa pasur ndonjë qëllim pas tyre. Për profesionin tuaj si mësuese, fakti që këtë profesion e ushtroni në theth. Kujtoj reagimin e mikeve që kishim rreth rrotull dhe na thanë nuk njiheni ju të dyja? Dhe më erdhi shumë çudi që nuk e kemi bërë këtë ftesë më herët në emision Arom Shkodër, po si duket ti je njëri shumë modest i tërhequr, ndoshta dhe distanca Shkodër theth në gjysmën e parë të ditës apo për gjatë gjithë javës, duhet të thonë, dhe vetëm fundjava i dedikohet qytetit. Është kështu apo jo? Po, tashmë jeta ime është ndodhur dy pjesë, mes Thethit dhe Shkodrës. Do të thënë pjesa më shumë të javës që takon të jetë 5 ditë, më takon të jem në zonën e Alpeve. Është një zonë. Dhe vetëm fundjavave je në Shkodër. Vetëm fundjavave në Shkodër. Okej, para se të zbulojmë këtë jetën e ndarë midis Thethit dhe Shkodrës, që më duket Thethi merr ka 5 ditë dhe Shkodra vetëm 2 ditë. Unë ftoj dhe gjithë teleshikuesit të shohim një material shumë të vogël që na e prezanton Nordanën gjatë gjithë profilit profesional të jetës saj, edhe detaje të rëndësishme të jetës, duke i lënë ato më të rëndësishme për të diskutuar në studio. Ndjekim materialin. Nordana Hasa, një figurë frymëzuese e arsimit dhe shoqërisë civile në Shkodër, me mbi 15 vite përvojë në arsim, shërbime publike dhe organizata jo qeveritare. Ajo ka ndërtuar një karrierë të bazuar mbi etikën, përgjegjësinë dhe përkushtimin njerëzor. Nordana Hasa është mësuese biologjie, koordinatore projektesh dhe aktiviste për të drejtat e njerëzit. Ish punonjëse civile dhe me uniform në sistemin penitencial në burgun e Reçit. Gjithashtu ka punuar me grupe vulnerabël, ka ndihmuar në përfshirjen sociale të fëmijëve dhe të rinjve dhe ka kontribuar në nisma që nxisin qytetarinë aktive dhe barazinë shoqërore. Në planin akademik, ajo është diplomuar në biokimi dhe mësimdhënie pranë Universitetit Luiq Gurakuqi në Shkodër dhe ka përfunduar master profesional në menaxhim financiar në sektorin publik. Një tjetër dimension i saj është ai letrar, është autore e vëllimit me poezi Vajza dhe Nata, si dhe ka botuar artikuj në revista profesionale mbi menaxhimin e stresit të punonjësve me uniform në sistemin penitencial, psikologjinë dhe etikën në punë. Në vitin 2022 është vlerësuar me titullin ambasadore e paqes dhe mbetet një zë i fuqishëm për paqen, drejtësinë dhe përfshirjen sociale në komunitetin shkodran. Një grua me shumë dimensione, mësuese, aktiviste, autore dhe qytetare angazhuar. Sot ajo vjen në emisionin ton për të ndarë historinë, pasionin dhe misionin e saj për t'i dhënë më shumë dritë e dashuri shoqërisë shqiptare. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur, kuptohet që theksin më të madh do e vendosim tek jeta e ndarë midis Thethit edhe Shkodrës. Dhe ju thatë që këtë e bëni prej sa vitesh? I takon të jetë viti dytë
që kur mora emërimin në vjeshmërinë e portalit Mësues për Shqipërinë. Më përpara kam eksperjenca të ndryshme, kam filluar si mësuese te Kolegji Turk, Hasan Riza Pasha dikur, sot njihet si emri Marif, por ishte e përkohshme. Edhe disa vite mësuese në shkolla të ndryshme të qytetit, po provizor. Pra studimet Nordana i ke përfunduar? Biokimi në Universitetin e Shkodrës. Dhe nuk ke mundur gjëse periudhe, sepse dihet kriza që ka arsimi për një vend pune. Ka qenë shumë e vështirë, një rrugtim, një sfidë e madhe për mua në vite. Po si e ndjerë në këtë pamundësinë për të stabilizuar një herë mirë? Si e ndjerë? Normalisht një femër kur nuk rehatohet, po thoj ma popullor që, kur nuk rehatohet në vendin e vet, normalisht nuk njihet mirë, pavarësisht se punë të mësë jam detyruar me bë punë të ndryshme. Për të mbajtur familjen, për të mbijetuar. Po, a mendon se duhet ndryshoj sistemi i emërimit të mësuesve ose të kalojnë gjithë në konkurs, sepse në një profil X të caktuar, edhe në profile të tjera, dhe gjetojnë në sistemin arsimor edhe mësues që nuk janë të aftë për ta dhënë profesion, pavarësisht se mund të ketë titull i mjeshtër. Pjesa portalit është për mua një pjesë e mirë, një zgjidhje që aty e sheh mësuesi vedin sa i aftë është. Dhe kam provu disa herë që kam hinë portal, nuk është se kam dalë para, por kësaj rrallë mundshmëria ishte më madhe, sepse edhe në bazë të pikëve, edhe në bazë të renditjes që kishte në portal, megjithatë oferta ishte e thethë. Oferta ishte e thethë dhe si reagove kur të thanë? Për herë të parë. Për herë të parë, normalisht largësia është pjesa sfida më madhe e jetës, por mendova edhe diçka tjetër. Shumë kushërit të mi që jetojnë në Amerikë, rrugën e bajnë të përditshme 2 orë. Aq është distanca. Mirë po e mendova që po të rri atje gjatë javës, pra hiqet ajo mundshmëria e përditshme të shkosh të vesh 2 orë, ose të në 4 orë si takon, por që thash do e. Pra njeriu kërkon ato argumentet edhe përpiqet ta bindë veten. Ti kishe nevojë për një punë stabël, thethë faktikisht ta ofronte këtë punë stabël, por distanca mbetet distancë. Dhe kjo distancë ty të penalizon se ti nuk vjen çdo ditë në shtëpi. Viti i parë ishte vështirë sepse më takoi të isha jo afër familjes. Normalisht flasim pak për familjen që të kuptojmë se si ka qenë shkëputja, kush e ka vuajtur largimin tënd. Normalisht 2 fëmijë të vegjël e kanë vuajtur më shumë largimin tim, sepse edhe themi edhe për moshat e tyre, sa fëmijë ke Nordana? Unë kam 5 fëmijë. 5 fëmijë. Po, gjithë kjo elegancë me 5 fëmijë. Faleminderit. Sa gjë e bukur nuk dëgjojmë për familje ose nëna kaq të reja të kenë 5 fëmijë. Në atë kohë jam martuar e re dhe normalisht fëmijët janë rritë. Jo, ju jeni e re në atë kohë. Nuk dua të pyes për moshën, nuk pyes për femra asnjë. Por domethënë në krahasim me vitet e sotme që femrat martohen më vonë, koha ishte atëherë që të martohesh e re, ose ndoshta ishte edhe fati i shkruar. Pra 5 fëmijë, 2 më të vegjëlit çfarë moshe kanë? Ja dua të di të gjitha moshat. Moshën tënde nuk e pyetën, po moshën e fëmijëve na lejohet. Vajza është fëmija e parë, kam shoqëri i thojmë ne, sepse të tjerët janë djem. Okej, ti ke vetëm një vajzë 4 djem. Sa e lodhur në rritjen e tyre. Në fakt me tim shoq e donim familjen e madhe sepse unë jam rrit vajzë vetme. Pa motor pa vëlla dhe ti tani ke 5 fëmijë. Shumë e habitshme. Ligji kompensimeve. Po pra. Ndërkohë që bashorti? Bashorti janë 2 motra dhe 2 vajza. Pra 4 fëmijë. Ju të dy e doni një familje? Një familje 2, të kishim 2 vajza dhe 2 djem. Po mirë, nuk të stepi lodhja, vështirësi për t'i dritur fëmijën. Ti i ke parë kur kanë 2 kam patur ndëmesa, domethënë nga familja e burrit, më kanë ndihmuar shumë, më kanë bërë krah. Sa gjë e mirë kjo dhe i përshëndesim fort nga studio se këto janë gjëra shumë të ralla. Edhe pse domethënë vjerra dhe njëra prej kunatëve nuk jetojnë më, por që ju dedikoj edhe atyre. Sa mirë je mirënjohëse për këtë gjë. Jam mirënjohëse vjerrës dhe dy kunatave që më kanë ndihmuar. Sepse të të ndihmojnë në pjesën për me majtë fëmijët, për me dalë me kërku punë, për me urrit edhe profesionisht me anë të kurseve, trajnimeve, specializimeve të ndryshme. Nuk e që na jo nëna e përkushtuar për të rritur 5 kalamajt, pa lëvizur nga shtëpia. Jo gjithmonë kam qëndruar në shtëpi me fëmijët. Studimet e larta e ke përfunduar gjatë periudhës që ishe martuar?
Apo Po, gjatë periudhës që isha emërtuar, kur lindi vajza i takote të ishte viti fundit dhe Vjera më tha, jo, tha mos ndërprit shkollën, sepse më kam pas ëndër tha për më ba mjeke, por ishte koha atëherë që nuk lejonin prind mentaliteti e tjerë dhe ëndra saj tha, ëndra ime do të realizohet më antejet. Shumë e habitshme kjo gjë, po më pëlqen shumë kjo gjë dhe ky qëndrim. Bukur. Aktualisht fëmia i madh është çfarë moshe? Vajza 24 vjeçe. 24, po të bëjnë matematikën e moshës, që nuk duket fare te ti. 22 djali i madh. 9 muajt është djali i dytë, fëmia i tretë. 12 është djali tjetër dhe 10 më i vogli. 10 më i vogli. Pra ishte problem 12-10 që kanë kujdesin që kanë e nënës të vazhdueshëm dhe që ti vendosi që të shkoje në theth. Si u zgjidh? Si pranoi, si reagoi bashorti? Atëherë, bashorti në momentin kur i thash më vazhdon mundësia për në theth, sepse vetëm në fakt vitin kur mora unë emërimin, koincidoi që vetëm emërimi definitiv ishte në theth. Ishin emërime të tjera provizor, ishin ndoshta gjatë vitit, po që nuk ishte definitiv, po do të punoje 3 në muaj, kontratë veçare, ishte edhe kuptoj. afër në Shkodër, por ishte vetëm një vit, pra 9 muajt e vitit akademik, por që pastaj do të hija prapë me... Qartë, ti mendove, ja siç mendojnë gjithë mësuesit, të fus këmbët mirë një herë në arsim, pastaj të shohim më vonë në vitet pasuese. Bashorti e pranoi? Sa pranoje. Pranoje. Më tha po më pra të kanë nxitur dhe ai që të shkojë deri në theth. Më kanë nxitur në mbështet. Okej. Sepse ai e adhuron shumë jetën e mal, jetën e fshatit. Edhe pse ne jetën pjesën më të madhe të jetës se kena në qytet, por e adhuron pjesën e malit. Okej, dita e parë kur shkove në theth. Dita e parë kur shkova në theth, o zot ndihmo kam thënë. Ashtu ë? Çfarë të bëri për shtypjen, mos si disa emocione? Domethënë, e para punës ishte herë pjesa rrugës, vështirësia rrugës. Pavarësisht se ishte rruga e mirë, ato kthesat, ajo pjesa. Unë e mendova të lehtë në fillimisht se nga që rrugën nuk e kisha problem, por ishte. Okej, ka ca kthesa të forta. Dhe kthesat e forta më tërbullun. Qartë. Pastaj pjesa kur ti gjete atje një shkollë me sa nxënës? Sa nxënës ka shkolla afërsisht? Ajo shkolla është e vogël. Dikur ka qenë shkollë mesatarisht me një numër të konsiderueshëm nxënësh, por është tashmë një shkollë që është me klasë kolektive. Dhe kuptohet që një klasë kolektive nuk ka shumë nxënës. Pra numri është shumë i reduktuar, më pak se 10 klasa. Po. Jo, një klasë. Një klasë. Është vetëm një klasë kolektive. Dhe të menaxhosh një klasë kolektive është një sfidë e madhe. Që do thotë aty ke brenda në klasën kolektive ke një klasë parë, një klasë të katërt, një klasë 7, 8 dhe 9. Të gjitha këto i ke në një klasë? Në një klasë. Po si e bën mësimin? Po me alternime. E kam menduar që mi ndadhe në dy turne, që 7, 8, 9 me qenë se janë lënë të njëjta. Dhe temat paka shumë janë të njëjta, sidomos e kam provu tek fusha eme, te fusha biologjisë dhe kimisë. E kam pa që temat janë të njëjta, kam zgjedhur që temën të klasë 7, 8, 9, për shembull, po thojmë, po marrim në shembull një fotosintezën. Meqense në klasë 7 është i fije më reduktuar, në klasë 8 është më e avancuar dhe në klasë 9 është më po e avancuar, kam marrë këtë pjesën e mesme. Që të reduktoj, kam përshtypjen për ty, sidomos të procedura, burokratizmat, plani, ditari, këto do të jetë shumë problem. Do të plotësosh gjithë regjistrat, do të plotësosh ditar të përditshëm, do të plotësosh SMIP-in, regjistrin elektronik, sepse është edhe regjistri elektronik. Ka dhe mësues të tjerë nga Shkodra në Theth apo janë vendalin? Janë tek Bregu i Lumit, ka dhe vendali, ka dhe nga Shkodra, ka dhe nga fshatrat e Shkodrës në fshatrat. Pra ka, po jo në Theth. Apo në Theth janë këta mësues? Jo, nuk janë në Theth, janë në Breg i Lumit. Pra kalojnë ndërlysa edhe pastaj vijojnë në Breg i Lumit. Dhe në Gima është një mësues. Vinë nga Shkodra dhe ata bëjnë rrugë edhe më të gjatë, ti bëjnë edhe një gjysmore tjetër. Po sepse i takon të jetë pjesë, po thojmë njëri është nga Kusmaçi, tjetri është nga një fshat tjetër. Edhe ata flen atje? Flen atje, po. Në shkollën ku je ti sa mësues ka gjithsej? Tek shkolla ku jam unë jam vetëm unë. A vetëm mësuese? Vetëm unë jam aktualisht. Nga jashtë kam parë shkollën e Thethit, okej, mirë duket. Ajo fillimisht kur kam shkuar aty, kam gjetë normalisht si shkollë braktisën. Po. Sepse dhe duke ndrru shpesh mësuesa, sepse nuk kanë qenë nosha provizore, nuk e di se si mund të kenë qenë rrethanat. Secili ka menduar ti. Edhe kam thënë që fillimisht ishin kushtet.
dhe kam filluar çdo gjë nga e para. Mirë po, unë gjithmonë kam kënë atë ritmin që asnjëherë nuk është vonë të fillosh nga e para. Qartë. Ku qëndron në theth? Për shembull ti mbaron në orën e mësimit dhe pastaj? Pastaj është tek pjesa e shkollës. Do të thënë ka një dhomë për ty te pjesa e shkollës? Tek pjesa e shkollës, po. Ke kushte aty për të jetuar? I kemi kriju me bashkëshortin tim, sepse bashkëshorti im ka një fleksibilitet tek puna e tij që punon 24 orë dhe 3 ditë është pushim. Dhe kjo... Dhe kjo do të thënë më ka favorizu, sepse... Edhe i vjen dora kam përshtypjen për të... Po, dhe shumë punëtor në pjesën e ristrukturimit, mirëmbajtjes se këto është... Okej, mbaron ora e mësimit e zëm në orën 1, për shembull. Po. Pas orës 1 mbrapa, si është jeta jote në theth? Si është jeta jeme në theth? Është pak... pak a shumë mundohem më përshtatë edhe jetës së fshatit. Si janë marrëdhëniet me banorët? Marrëdhëniet me banorët janë të mira, për deri tash. Jam e kënaqur, janë shumë bujar dhe mikpritës, këtë e kanë. Bile sa nga njëherë edhe vete në vështirësi kur shkoj tek edhe print tek ato me i taku, sepse ato nuk të lënë pa dal nga një drek apo diçka. Po një bujari që kanë banorët e kanë pasur gjithmonë thethi faktikisht. Pasur gjithmonë. Duke gjeni pjesa veriore e Shqipërisë është gjithmonë kështu. Nuk është se unë kam pak a shumë kam ditë kështu, po jo jo deri në këtë mas që është bujaria atyre. Kam menduar se edhe mund të kishte ndryshuar paksa sepse i kemi dëgjuar gjëra të tilla kur mësuesa diku. Nuk i kanë ndryshuar as pak atë pjesën e asaj. Këtë mikpritje dhe bujari. Është e vërtet. Pra ti mundosh të vendosësh kontakte me banorët, por të mendohet që edhe sezoni pothuajse mbyllet, jo mbyllet, po reduktohet, nuk është thethi se njerëzit mendojnë, po ka lëvizje njerëz, jo. Kam përshtypjen se tani reduktohet, shumë bujtina e kanë mbyllur bujtinën, kanë ardhur në Shkodër, por Bora ka bujtina rezidente atje që janë dimër verë, po reduktohet numri i tyre. Reduktohet, por jo dhash, unë për drejt është jo dhash, sepse më ka qëllu që edhe vjetë të jem bile dhe për festa, më ka qëllu të jem të shkolla, sepse më kanë kërku. Si qoftë, jo për të bëmë mësim, po edhe për të kalu një ditë bukur me ta, edhe me që më kanë kërku, nuk jo kam prishur qefen, kam bile njërë për nxënësave, ka ditëlinje në mesin mënor, dhe më ka qëllu që është ditë pushimi dhe më ka qëllu që të marrë fëmijë, të shkoj familjarisht dhe të festojmë atje ditëlinjen tek shkolla. Më duk sikur përpara ju përmendet që njëri nga fëmijët e tu e ke me vete atje? Këtë vit e kam marrë me vete sepse mendova që... Cilin, të voglin fare? Jo, të parafundit. Të parafundit. Pra 12 vjeçarin. 12 vjeçarin. Si reagoj kur erdhi në fillim? Aje as pak, aje përshtatë dhe bile më vjen mirë që është përshtatër që ditë e para të... Pra nuk u ankua, më ka marmalli për... Jo, bile aje njët ma mirë që është afërmet. Aje njët ma mirë sepse është afërmams. Aje pas ka një vitin tjetër që kam qenë lërgësi. Dhe kjo ka qenë arsye që ti e more me vete pikërisht të fëmijë? Pa tjetër që pa. Po aje që është me i vogël? Aje që është me vogël, për momentin është tek shkolla Ismail Qemali, të ku ishte dhe djali tjetër. Edhe mendoj... Kush kujdese për të nga e hëna deri të premten që vjen ti? Është halla i vogël, ka... Pra ju keni edhe vazhdon halla, pra një... Njëra prej hallave. Ju jetoni bashkërisht në një familje të madhe? Po, në një familje të madhe. Janë edhe 2 djemë të mëj, pavarësisht sa në punë, në shkolla, por edhe ato kujdesin pjesën e kohës lirë. E kuptoj. Çfarë të mungon kur je më shumë atje? Televizori atje kam përshtypjen që nuk punon apo jo? Po, punon. Kjo pjesa çat mungojnë. Pjesa tjetër e familjes, kuptohet. Bazitja ose Darka kalon me telefon, me video kamera të ndezura apo jo? Do të thënë koha mund të na kaloj kështu. Mund të dalim 1 orë, 2 orë shëtitje, sepse pjesa e klimës atje është edhe sikur të jetë ftohtë është shumë relaksuese. Dhe sa herë që unë dalë, me duket sikur çdo gjë zbuloj nga i tjerë. Kjo është ajo magjia, thesi që unë i thamë thesi magji. Edhe profili, biokimia, ta afron pak me natyrën. Dhe me qenë se jam edhe pjesë natyrës edhe me këto çdo herë. Tani kemi kollajt mendojmë shtatorin, tetorin, nëntorin, muajt nëntori, jemi në muaj nëntor. Për çdo muaj unë mendoj nga i projekt vogël tek pjesa natyrës. Po mendoj, po janarin e ke kalu në theth? Po. Edhe kur ishte bora e madhe. Po si funksionon kur është borë? Shumë fëmijët vinë në borë? Apo ti duhet të jesh në shkollë? Si erdhën se nuk erdhën fëmijët? Si erdhën se nuk erdhën, unë duhet të jem sepse është pjesë e punës që duhet të jesh. Pastaj është nëse
jepet, po thëmë, një vendim ose një urdhër që, po thëmë, nëse është një fortunë e madhe, apo një murla, ose një kohë shumë e keqe, e pa përballueshme, atëherë normalisht edhe vetë pasaj ato të drejtorisë arsimore japin urdhën që të mbyllet për aq sa të jetë koha e keqe shumë. Në kohë të vështira, në periudhat më të vështira. Je izoluar ndonjëherë nga bora dhe nuk e arritur dot të vish? Jo, nuk më ka qelluar që të izoluar. Rruga mirëmbahet në theth për të shkuar? Po, mirëmbahet. Bile më ka qelluar që një herë kur u bllokuam në rrugë, që madje kemi qëndruar një 4 orë në pritje derisa ashtu, por kanë ardhur për ta pastruar. Atë kanë ndonjë kontroll në theth? Po. A kanë ardhur në theth, ë? Po. Dhe kanë kontrolluar punën tënde edhe pse je mësuese vetëm atje? Po. Normalisht, sepse rregull është rregull, edhe kështu që... Jo, okej, nuk e preshtem të gjë, po bëra shumë kryeshtare për shkak distancës, domethënë. Të trëm fakti që ti nuk e di se sa do rish. Nuk e di se sa do rri, po... Po sa mund të rije, për shembull, ti, se ta kuptoj, domethënë, ka një limit që njeriu e vendos, për shembull, nuk do të rija më shumë se kaq. E di se është punë kozet? Unë kam vendosur që tash mos më bëj më plan asgjë. Ashtu ë? Sepse kur nuk bëj gjë plane, më dalin më mirë gjanat. Kur kam planifikuar ndaj gjë ose ashtu, nuk është se më ka... Pra ti nuk bën plane. Po nëse aty do të rish, sepse do të jetë e vështirë për gjetur një vend për të postuar, nuk e gjejmë dot një mik të fortë. Po, për na sill çik më afër, si nuk është ky rregulli që ka qenë dikur që i bëre 3 vjet, po hajde të sillim tani, se ti 2 i bëre, ja dhe 1, po këto janë llogaritje. Të pa. Të pa dhe duke ba, mire the këtë gjë. Si reagojnë miqt kur i thua, unë në theth, ja, ashtu si unë që u habita, vërtet, shkon në theth, shkon nga hëna ditë të premte, si reagojnë, ti nuk i reagua aq sa si reagojnë. A jo si të tjerët, ë? Jo si të tjerët. Okej, çfarë thon ata? Ke reaguar me pozitivitet. Vërtet? Tjerë thonë, si me të theth? Ti me ta nxajta? Ashtu, ë? Sepse më kanë konsideruar një pjesë e mirë që më njohin me vitet të tana, nga që kanë një nxënëse e mirë me rezultatet mira, si më ti të rrofshin 10 që ke marrë hata me 5 janë drejtorisht. Shumë dihesh keq apo jo? Dikur ndoshta, dikur në fillim. Por tash jo, sepse them që ndonjëherë gjanat janë më, edhe pse mund të kem kalu sfida e të tjerë, po disa objektive që unë kam dashur me realizu në jetë kam realizu. Qartë. Unë nuk para di mësuese, po di për mësues. Për shembull dhe në kolektivin ku unë punoj, kam një mësues i cili ka qenë në sales. Faktikisht me banimësh në bajzë. Por në sales qëndroi gati 3 vjet, nëse nuk gabohem. Por okej, ai dëshironte pafundësisht që të vinte dhe të vinte pak më afër, aktualisht punon në Grye Mirë. Dhe këtë po mendoja, domethënë, po këta mësuesët e rinj që krijon hapësira të tilla në vende të tilla, thethi, Breglumi. Unë njoft një çift që janë të rinj, janë familjar, sapo kanë krijuar një familje. Dhe të them të drejtën, më vjen mirë që kanë marrë me pozitivitet largësinë, sepse janë edhe më larg se Seci. Ku janë? Janë në Breglumit. Po, është më larg. Dhe ato kanë 2 vajza të vogla. Dhe vajzat e vogla kanë marrë me vete në Breglumi? Jo, nuk i kanë marrë me vete, kujdesin prindrit të 2 palë prindrit e çiftit. Por që është një vështirësi, se vajzat do kenë nevojë për të 2 prindër, pra të 2 prindrit janë atje, të 2 janë arsimtar atje. Jo, njëri është në fakt, akom njëri nga. Njëri është arsimtar, po tjetri? Tjetra vazhdon të jetë në shtëpi, por që po pret për vishmërin e portalit, sepse është... është e profilit mësuesi, po pret që portali zgjidhje shumë e vështirë. Vajzat larg prindërve, por okej, nuk mund të gjykojmë për zgjidhjet e tyre që kanë bërë. Por që në pamundësira të tjera, nuk është edhe një mundësi e keqe të jesh mësues në kohë të sotme, sepse normalisht edhe pagat janë të mira, është një ardhmë e mirë. Në krahasim me punërat të tjera, sepse unë kam provuar dhe punën në privat, në punë kompani e të tjera. Pra në shtetë shumë më mirë, ka pas rritje të pagës. Kjo është ajo, dhe më thanë, edhe je në profesionin tënd, je... Po, kjo është shumë e rëndësishme, sepse kur je në profesionin tënd, je... Është e vërtet. Unë do të kisha dhe 1 milion e një pyetje të tjera për këtë gjë, por minutat televizive janë të pamëshirshme dhe unë dua që t'i lë dhe hapësirën letërsisë. Lidhja që ke pasur me letërsinë, unë pres që kush e pëlqen letërsinë, ku shkruan poezi, është e shkencat shoqërore, në shkenca natyrore shkruan poezi. Unë me poezinë kam lind.
në që e vogël kam shkruajt, është një ëndër fëminore, dhe kur i thoja prindve, du me ba libër, pa, tash pa e ban t'i librin. Pra nuk e kishin ndoshta atë besimin që një vajzë e vogël, vajzë dëshirit, pa motër, pa vllazë, pse kështu ka qenë edhe mentaliteti, të ketë ndoshta, ti duhesh me pas për kraj, ti duhesh me pas të atë. Mirë po, unë që bëja, i shkruaj në për ato ditar, se atëherë nuk kanë kënë kompjuterat, s'kanë kënë, e kam arrit pjesën me shkruaj gjithçka me dorë, i kam të rujtur në, dhe kur kam ledhë në vëllimin e parë poetik që unë kam botu, titullohet Vajzë dhe Nata, vëllim poetik, janë marrë copësa vjershash nga fëmijëria hershme. Plus edhe që kam kriju në vazhdim. Okej. Flasim pak për frymëzimin tënd, ato çfarë të ngacmon, si shkruan Ordana? Si shkruan? Deri tash jam në pjesën e poezisë, por jam në proces botimit të librit të dytë romanit. Aksela do të kemi prozën. Se do të kemi prozën, po shohim vetin tash edhe në prozë, si po më. Çfarë histori do të ketë një roman për Ordanën? Jeta e vet personale apo diçka tjetër? Pak a shumë personale, por edhe e lidhën me procesin ku unë kam punu në një institucion të fortë drejtësie, sepse disa vite kam patur shkëputje nga sistemi arsimor dhe më deshët pra që të mbjetoj, si që thash edhe më përpara, më kryo mundësie të hyja në sistem të fortë drejtësie që quhet sistemi penitenciar ose më ndryshe quajtur burgu i Reqit, aty ishte që u hapen në disa vende pune dhe e fillova si civile, pastaj përfundova më uniform, por që erdhi një moment pastaj kur e ndiva veten më të lirë dhe e lash. Pra ti mendon që kjo pjesë e jetës që ke kaluar aty lidhet me romanin? Lidhet me romanin. Ti i shkruan këtë roman sepse kjo të ka ngacmuar më shumë apo kjo është një temë që s'para kanë shkruar? Në fakt, akoma nuk e kam ba publike pjesën e romanit. Tham ndoshta ta la pak surprizë, por që shpejt do t'jetë edhe në botim. Shumë gjë e bukur. Tek festivali fundit i poezisë, ju bët një prezantim shumë të mirë dhe morët edhe një çmim. Ne do ta shfaqim edhe poezinë, e cila ju nduar ta bëjmë edhe me video, ta përshtasim për gjithë teleshikuesit, të vijë sa më e këndshme me një imazh, por u pëlqyej jashtëzakonisht edhe nga auditorit që ishin aty. Trishtimi ëmbël. Në kangjellat e një dere, në natën në errësirë, ndihet një pëshpërim në stret të një reje që lëshon një pastirë. O sa e trisht qenë ka kjo natë, kur nesër mja do të vijë disi, mos lësha lëngat e as lëftat, por vazhdo rrugën me krenari. Kujton grohtësinë ëmbëlsin, që vallëzuan me shpejtësi, përjetuam pa kuptu dashurin, për të vazhduar rrjedhën secili në fshehtësi. Si është pjesëmarrja jote në konkurse apo festivale, përgjithsisht? Ndihesh rehat apo dëshiron të dëgjosh se çfarë kanë bërë poetët e tjera, etj. Jo, të them të drejtën, kur mora pjesë në konkurs, nuk është para kam marrë shumë pjesë për gjithashtu, po edhe ka ndoshta koha, hapësina nuk e kam pas të mundën. Edhe të them drejtën, është hera 2 që marr pjesë në një konkurs poezie. Kur pa ta marr pjesë në një konkurs më përpara, ishte në Kosovë. Edhe prap nuk e pata të mutet të isha e pranishme atje. E pranishme, pra ti për herë të parë ke qenë e pranishme në një festival dhe që me herën e parë. Dhe që me herën e parë bëra bingo, si thotë. Sa gjë e bukur kjo. Që do thotë ti nuk do heqësh dorë, se nga herë kur qëllon që të kemi pozitivitet në vlerësime. Shiko, unë fitova, shqyqër zotit e kam pas të natyrë që nuk e kam pas problem. Fitova, por thjesht të marrë pjesë të shoh veten se ku jam, se si... Sa do të më vlerësoj njerëzit me ato që unë mund të shprehi. Qartë. Në Ordana, përgjithsisht gratë që kanë shkruar në rinin e hershme të tyre, apo qoftë edhe në vogli, kur pastaj marrin këto përgjegjësitë e familjes dhe krijojnë një familje aq më tepër numeroze siç jeni ju, heqin dorë sepse
nuk gjejnë kohën për të frymëzuar, për të shkruar, vetëm kam përshtypjen çështja kohë, pastaj stresi i përditshmërisë nuk i lë që edhe të frymëzohen. Domethënë ti e ke gjetur këtë ekuilibër mjaft mirë. Po, shqyrë zotit e kam gjetë, është fat për mu. Thash që kam pas edhe një bashkëshort shumë shtetës dhe më kam shtetur në çdo kohë, në çdo moment. Edhe kjo është domethënë plus edhe familja ti që më nga mbështetur nga ana pjesës së fëmijëve, domethënë pjesë të tjera të detyrave të shtëpisë, po e thojmë. Okej. Lexon poezi të poetëve të tjerë? Patjetër që lexoj. Çfarë vëre te letërsia sot? Te letërsia sot ka brum të mirë, nuk është se s'ka. Ka dhe bile përafrohen shumë edhe me letërsinë botërore. Më pëlqejnë. S'po i cilësoj tash sepse janë ndoshta edhe shumë, po me sa lexoj dhe me sa kam janë edhe autorë të ri që më kanë pëlqyer shumë. Që janë jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga rreth e tjera. Okej. Po në Shkodër, letërsia në Shkodër përgjithsisht në rrethet e poetëve i frekuenton? Jam antare e shoqatës shkrimtarëve, më thanë, dhe të gjithë bashkëantarët e mi thamë që janë të mirë sepse më pëlqejnë. Bile në disa promovime tash që janë bë kohët e fundit, kam qenë e prezente dhe më erdhi mirë që kisha mundësinë për të qenë prezente. Ne nuk na bëhet gjë tjetër vetëm të presim romanin. Shumë interesante. Ju menduar titullin që tani? Po, titullin e kam menduar. Çfarë titulli do ketë? Trëndafili Burgut. Trëndafili Burgut. Burgu i Reçit në fakt është një burg që ka vetëm të burgosur meshkuj. Apo jo? Ka të burgosur meshkuj, po stafi ka dhe Kush është trëndafili në atë burg? Në ta zbulojmë tek Kalmani. Shpresova se do na e thoje që këtu. Okej, kështu po më arrit edhe mua kur ishe dhe unë do t'joj para që do pres. Kur ajo të darë në çakullim, uroj që të bësh edhe një promovim të mirë, sepse do ta meritoj një libër i tillë. Sepse edhe promovimi i Vajzës dhe Nata ka qenë një promovim që akoma sot e përmendet, dhe pse kanë kaluar 2 vite. Është një promovim që ka pasur sukses dhe shikueshmëri. Vjen mirë për këtë. Shpresoj që dhe patjetër që edhe këtë të shkoj. Unë e pëlqej natyrën e femrave që janë kështu vitale, nuk sepen, nuk i dramatizojnë kot më kot gjërat. E kanë shumë të qartë kur vjen puna për të zgjedhur, se duhet të marrësh një vendim dhe ti je nga ato që merr vendim. Po. Marr vendim sepse jam përballë me shumë sfida. Nuk ka qenë lehtë rrugtimi im nga ana profesionale, kuptohet. Sepse mas 22 viteve i ka taku që të jem e venduar, si thotë. Është ka shumë e gjatë. Por që eksperiencët e ndryshme të punës e paskën edhe atë pjesën e mirë, që të rrit kanë profesionalisht edhe personalisht, të rrit kanë si person. Është shumë e vërtet. Unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam në studio. Falenderoj ty për me siguri do të kemi sërish në emision kur libri të dalë në qarkullim dhe të bëhet dhe promovimi i tij, pse jo edhe në emisionin Arom Shkodër të marrë një vëmendje shumë të veçantë. Po ashtu, unë të ftoj në çdo konkurs që bëhet në Shkodër, më gjerë, ta shfaqësh talentin tënd, poezia jote të lexohet, edhe shpresoj që ai thethi atij i bukur i këndshëm që ka bërë për vete, ta ketë edhe ai atë bukurinë e tij që të dhuron, por nga ana tjetër u bëf më e mira për ty. E di se kam qytur në Cezin atë? Vend poetik. Vend poetik. Po e pe me këtë sy, do e kesh më të lehtë të përballosh dhimbjen ndaj familjes, sepse thethi mbetet i bukur në çdo sin. Ne do kalojmë në një spot të shkurtër publicitar dhe do rikthehemi në studio pasi kemi një mike tjetër shumë të dashur dhe të nderuar, por pas pak. Grand Lounge and Restaurant. Grand Lounge and Restaurant. Në qendër të Shkodrës,
pranë Grand Hotel Europa, ju pret vendi ku bashkohen këndshëm arkitektura moderne me ngrohtësinë familjare. Një ndërtim krejtësisht i ri, me një stil bashkohor i përshtatshëm për të gjitha shijet. Grand Lounge and Restaurant. Vendi i duhur për të krijuar kujtime të bukura për secilin prej jush. Krenohemi me aftësinë e shefave tanë në kuzhinë dhe specialitetet që sjellin në tryezën tuaj. Gatime tradicionale dhe ajo që tashmë është trend në fushën e kulinarisë e gjeni në restorantin ton. Dreka dhe darka familjare, por edhe tavolina festive me miqt, gjithçka për të kënaqur klientët tanë. Pasditet janë ideale për një godë verë në lounge-in ton. Nëse vjen për të vizituar Shkodrën, ndalo patjetër në Grand Lounge and Restaurant, atraksioni më i ri turistik në vend. Klasi dhe finesa bashkohen me ngrohtësinë që të bën të kthehesh përsëri. Ekselent në shërbim, jemi pranë klientëve tanë dhe në rezervimet tuaja për ditët më të veçanta. Na gjeni pranë Grand Hotel Europa. Grand Lounge and Restaurant, vendi ku shijon gjithçka. Grand Lounge and Restaurant. Dhe pas spoti publicitar jemi rikthyer në studio për të diskutuar atë që ne thamë që në hapjet e emisionit sonte, që lidhet me festivalin mbarkombëtar të poeteshave që u realizua pak ditë më përpara në Bibliotekën Marin Baletit të qytetit të Shkodrës, dhe ky ka qenë edicioni 5, një aktivitet që qëndron në traditë të bukur të krijuar para 5 viteve që vijon, dhe këtë traditë të bukur ne jemi mësuar ta shohim edhe në moshën 10 vjeçare, pasi paralelisht me këtë festival organizohet dhe lëvizja Gratë Firmojnë Vlera, dhe tradita të bukura krijohen, kuptohet, nga njerëz që kanë një vullnet jashtëzakonshëm, që kanë një frymëzim që kur i nisin gjërat ju shkojnë atyre deri në fund. Dhe gratë të tilla, të fuqishme, që janë për t'u admiruar dhe për t'u marrë model, e kush tjetër përveç se Farid Azmiani Ramadani të ishte. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në emisionin Arom Shkodre. Faleminderit për ftesën. Unë të përgëzoj për këtë bashkëpunim që kemi pasur së bashku, por vullnetin tënd, dëshirën tënde, realizimin e të dy aktiviteteve, pavarësisht se sonte ne do të përqendrohemi te festivali i poeteshave, por ku e gjen gjithë të forcë, gjithë të frymëzim? Nuk i ndahesh, vështirësitë janë të pafundme, ne nuk mund të rrim këtu ndoshta të merremi me detajet, por unë jam dëshmitare vështirësive të tua. Çfarë të bën ti shkosh deri në fund? Sepse njerëzit në këto pengesa të rriqen menjëherë. Thjesht motivimi jem është me punu për gruan, për kulturën edhe për Shkodrën. Kja është, dhe me thonë, që mu më nëzit për me ba diçka të bukur. Edhe femna që punojnë në Shkodër nuk jam vetëm unë, ka plot. Unë flas me admirim për se cilën që punon, për këtë që jep kontribut në Shkodër, për këtë që punon për kulturën, për artin, qoftë edhe për sportin edhe për fushat tjera, sepse të aktiviteti parë një kapim edhe gjitha fushat. Prandaj unë jam nihem mirë kur jam me femra që kanë kontribu, që kanë triumfu një jetë, që kanë pas guxim, që kanë pas iniciativa, që kanë kënë të sukseshme në të tana fushat. Farida tje dhe poete njëherë, është dhe një poete mjaft e njohur në Shkodër, por dhe më gjërë fituese disa konkurseve, jo vetëm që realizohen brenda territorit zyrtar të Republikës së Shqipërisë, por edhe sidomos në Kosovë. Po. Pra shumë herë ti rëmben vendin e parë edhe kur shkon tek vëllezërit e motrat tona andej. Po mos ishe poete, do e kishe bërë festivalin poeteshave apo jo? Se di, unë kam një nxitje ndoshta edhe prej bashortit tem që më ka lanë si detyrë banu një grua fort. E ndoshta ajo fjalë e tija më duke sikur më ka dhënë më tepër forcë për me punu më shumë.
Edhe kja është aja që mu më nxit, edhe besoj sot kem shëndet, edhe sot kem forcë, sot kem edhe pështetin e shumë mikeve, ndërta dhe ju që jeni nërkrysoret, unë mundë me bëhet diçka të bukur, se asë gjë nuk bëhet vetëm. Ky festival është i bukur se kur ka lindur në kohën e pandemisë. Pra gjithë kur mendonim shëndetin, do na kap festivali para ba online, normal. E habitshme. Shiko, unë aty e mora forcën, sepse na ishim në kohën e Covidit ishim tanë të ndrymë në përshpia. Edhe më lini një ide që mund të baj, një diçka që mi dhanë një optimizëm edhe vetes, edhe grave, edhe poeteshave në veçanti. Që mund të baj unë diçka ndoshta për këtë fushë që unë kam nisë. Edhe mendova me ba festivalin e parë të poeteshave online. Mirë po, ai mbetet në festivalet ndoshta më emocionuese në të gjitha festivalet edhe në të gjitha kohët them kam me met, sepse emocioni i këtyne poeteshave kur kanë dalë para ekranit, të gjithat përlotura, të gjithat të shqetësuara, ndoshta për atë që po kalote gjithë bota në atë kohë, ndoshta edhe për viktimat e ndryshme që kishin pësu në familje, në njëna prej atyne, edhe gjithat unë i thash edhe një mesazh jete, i thash merrni një lule edhe jepni pro jetës, i thash një optimizëm, i thash vetes. Edhe për mu ajo është festivali që unë mund ta veçoj në të gjithë festivalet, se i cili ka bukurinë e vet. Ti ke quajtur festivalin mbarkombëtar i poeteshave, duke lënë në thojza jashtë poetët. Unë do ta theksoj faktin që vazhdimisht sikur kemi toleruar paksa dhe në auditor kanë filluar të vinë si spektatorë të ndryshe ose edhe personalitetet të cilët mbajnë fjalët e tyre përshëndetse etj. Poetët ke krijuar ndopak si distancë ftohje me poetët kur të ngacmojnë ndonjëherë do thotë ke për festival poeteshat. Jo, nuk ashtu, e shohin pozitivisht këtë gjë, sepse festivalet të poetëve bëhen plot. Të poetëve në përgjithësi. Tash bile u bë festivali i parë në Tiranë, që unë isha aty e ftuar në 40 vjet aty si poete, po bëhen shumë, bëhen tanë qytetet, ma shumë bëhen në Kosovë faktikisht, po edhe në Shqipëri ka fillu me lëvizje fije. Nërsa për poeteshat e ka marrën këtë iniciativë. Në Kosovë ka 43 vjetorin bëjnë tash, edhe bëjnë shumë bukur, edhe kanë fonde shumë të mëdha, na e bëjmë pak më me sakrifica, me gjithë se më kanë thonë mos fol për vështirësitë, se janë të pa numërta, po unë besoj në dashamirësinë e shkodranëve, dashamirësinë edhe të grave, mu më kanë ndihmu shumë, sidomos gratë. Po Qendra Grus këtë herë, po Arbana, po jo, Lulka Mërkulaj që bani tanë sallën me knua ditë. Pra, unë kam një staf, po thona, apo një grup pune të mrekullueshëm, që jam mirënjohëse, jo vetëm si Farit, po si shkodrane. Nuk je mirë për këtë, por edhe që ju jeni mirënjohëse dhe jeni i përmendni edhe bashkëpunëtorët tuaj, qoftë edhe ata që ndoshta nuk janë viziv për të dukur aty, por të tjerë që japin sado një kontribut, për shembull Arbana na mungoi kësaj radhe, por ne e përshëndesim te nga studio, është një grup shumë mirë, sinqerisht sepse asgjë bëhet vetëm. Po ta ju krahun nuk mund bëj asgjë. Është vërtet. Festivali merr një rëndësi vetë nga emri mbarkombëtar, merr një ose mbar shqiptare të ndryshe, merr një rëndësi të jashtëzakonshme se krijon një bashkim të poetëve, të cilat nuk janë vetëm nga Shkodra, por vinë edhe nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, patëm tuzin për herë të parë këtë vit. Për çdo vit ka pas domethënë prurje të reja. Edhe pak a shumë ka fokus domethënë marr shqiptarinë dhe vinë kush ka dëshirë aty, përveç mandajna kur bëhet seleksionimi. E diti se kanë ardhur gati 100 poezi. Por në fillim krejt disa janë eliminu qysh në faktin e parë sepse nuk kanë zbatu kriteret, nuk janë marrë për bazë fare, ndoshta mund të kenë aty ndaj poezi shumë e bukur. Po, ja serëm të gjithë teleshikuesve, kur kanë ardhur poezit dhe ato janë paraqitur përpara juris, nuk i është treguar emri i autores. Jo, aty kanë ardhur me titoj. Përfaqësuesi i juris kanë ardhur vetëm me titoj dhe ja ku ke poezinë. Ja ku janë të gjitha poezit, ju vlerësoni. Ashtu edhe për pa e ditur as në krahinë nga vjen poetja, as emri i saj. Bile kjo gjë
u pa dhe si një model i kryetares së lidhjes së shkrimtarëve që erdhi nga Përmeti. Ajo merrte pjesë konkurim, tha, më pëlqeu ky fakti, tha, që ju nuk i identifikoni me emra sepse mund të ndikohet juria, mund të ketë lexuar diçka më shumë. Njëra ka botuar 5 libra, po tjetra akoma s'ka arritur të botojë librin e parë. Pra të mos paragjykohet. Po normal, kjo që fitoi çmimin e parë, sinqerisht unë hera parë që e pash. E jashtëzakonshme ky rast, edhe unë habita fare. Hera parë, domethënë unë kam dëshirë që këta dy aktivitete që unë bëj me kanë shumë serioze. Unë e kam shpreh disa herë, këtu nuk ka familje, nuk ka shoqëri, ka merit. Pra kush e meriton fiton. Nuk kam dëshirë, sidomos te poetet, unë gjysën e aty në unë i kam mike, edhe kam fjet një dhomë me ta. Pra i kam shumë mike, nuk du me influencu fare. Nuk do ta harroj momentin që ju do ta ndiqni edhe në intervistë, pasi ne kemi përgatitur edhe një reportazh që do japim në mënyrë të përmbledhur, kur tha unë banoj thot në patos, unë gjithmonë shkruaj në standard ose në toskërisht, por vlerësova faktin se ku do vija të merja pjesë në konkurs. Që ishte e veçanta. Po, dhe shkruajta për herë të parë në gegrisht. Të shkruaj një jugore në gegrisht. Shë pa parë, të marrë vendin e parë. Ishte, po dhe të marrë vendin e parë. Ndërkohë që as bashorti geg, as vjera. Ishte diçka, ishte tamam befasi e këtij festivali. Edhe juria faktikisht qysh momentin e parë vu një fill të parën edhe nuk u diskutu shumë. Ndoshta për tjerat edhe ka pas në një diskutim mes njëri tjetrit, po për kjo dhe me thonë ishte nër të para që edhe mu ba qefi, sinqerisht. Mu ba qefi shumë. Edhe ishte taman poezi e bukur. Shumë poezi e bukur ishte. Edhe më ka befasu dhe diçka tjetër. Temat apo tematikat që kanë kënë këtë herë, kanë kënë shumë të ndihshme. Ishte aja që fitaj mam, ishte një tingull që se cilës prej nesh i godet në zemër, ose ishte një tjetër që aja nuk fitaj thras për ty o bab, ku jo bab. Dhe me thanë ishin datë tema, ose kjo që fitaj kjo tjetër urzu një lis, ishte një, sa po i ka humbë bashkëshorti jetën, Meri Mezini nga ka befasu, nga ka pregur. Nuk ishte as forcë ta lexon të ves, për shkak të emocioneve se plaga ishte e freskët për humbjen e bashkëshortit. Ishte plagë shumë e freskët dhe me thonë, tana temat kanë shshumë të ndihshme, edhe nga një herë kur kanë dalë në interpretim, thoshëm e vedi, po kjo pse s'ka fitu sa e bukur keka. Pra, interpretimi i tyne të edhe gjuhë më me vëmendje në u dukshin edhe më të bukura se sa kur i kina pa në letër. Gjithsesi unë pa dashur të zgjadhem shumë të çështjet e vlerësimit. Ashtë vlerësimi jashtëzakonisht i drejtë. Për të 5 vitet asnjëherë nuk është kontestuar dhënia e çmimeve, pra ne kemi në këtë festival 2 çmime të treta, 2 të dyta dhe 1 vend të parë. Pra asnjëherë nuk kemi pas ose pakto nuk kam lexuar postime të mikeve tona të cilat kontestojnë. Jo, e kanë prit mirë në përgjithësi. E pranojnë me drejtësi për mënyrën dhe kjo është gjë shumë e mirë. Se dhe juria ka bërë punën e dur, po dhe sistemi i zgjedhjes së fituesve është shumë transparent. Shiko edhe vit fakti që unë e drejtoj këtë festival, nuk e kam njoft fare, këtë që ka ardhur tregon që këtu ka seriozitet, se për ashtu e kishe dhënë në një mikes teme, po unë nuk kam qejf me influencu fare te juria. Farida, ti i thyen korniza zyrtare të organizimit të festivaleve të tilla, ti i zbuti, fut elementin artistik atë që thema përpara, Lulka e bëri sallën që të këndonte, ishte shumë gjë e bukur. Ma ne ftuam edhe një vajzë se apo Beb Vjerda, sa përmendim dhe profesorin. Unë kam pas edhe kolegë të dy, edhe më rrinë, dhe me thanë janë shumë të gatshëm për çdo festival që unë bëj, po ftuam edhe një vajzë vogël nga Dibra, që interpretoj. Sa bukur dhe interpretimi. Aja 9 vjeçë, po një interpretim brillant, që aja do të bëhet një aktore shumë e mirë në të ardhmen. Edhe kishte larmi shumë ky aktivitet, kishim edhe 2 të ftuar, Ilmi Kurtin që është kryetari i shoqatës shkrimtarëve të Malësisë Madhe, edhe Nuradini Meraj që është i Stogu që erdhi bashkë edhe me televizionin Fontana që të transmetojnë edhe. Edhe ti përshëndesim këtej nga studio e televizionit tonë për prezencën e tyre, na kënaqën edhe me fjalë përshëndetje. Ka një fjalë përshëndetje dhe na përgëzuan për aktivitetin që na bënë. Është gjë mirë. Megjithatë ne e lam atë klauzolën, jo ndoshta për 2 personalitete që patëm aty, por kishim në krahun e majtë dhe disa përfaqësues të shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës. Nuk e di ndoshta, e tham aty, por edhe mund të ishte menduar, do kemi festival të 6?
Po patjetër, Patjetër. besoj nëse Nëse do kemi qurë që të kemi, si thonë në a mund t'i Shkodran. lëmë vetëm thjesht të prezantojnë jo në konkurim, po të paktën ndoshta për të dëgjuar një zë mashkullor tek sa interpreton. Shiko, derisa unë jam e fokusuar edhe të pas parasysh këtë lëvizja gratë frymojnë vlera, se shumë mendime ka edhe gjitha mendimet na s'mund t'i përkrahin, domethënë. Nga që ka shumë shoqata që bajnë, na kena edhe shoqatën tonë të Shkodrës, që është Zia Vukaj, që flas me respekt shumë për te, po, dhe me thanë, gjithkush mundet me ba festival. Ja tash unë të nesër me nisha në Durrës, u ba një festival për herë të parë edhe në Durrës. Edhe ka festivale bëllë që bëhen me poet në përgjithësi, po me femrat unë jam e fokusuar këtu, edhe besoj këtu do të rri. A duhet kishte një lidhje më të mirë midis festivaleve që organizon dhe dhënia e këtyre çmimeve me shkollat, me Zakonisht botimet, do flasim edhe për botimin, ju e arritët në festivalin e parë të realizojnë një revistë me të gjitha krimet. Por kjo çështje mbështetje financiare. Kena ba antologjinë, tash shpresojmë dhe po bëj një thirrje kush ka mundësimin animu me ba antologjinë e tretë për 3 festivale ndoshta ose për 2 festivale. Pra që i bie që t'jenë të publikuara rreth afërsisht 100 poezi. Po afërsisht Qose merren 2 festivale janë të 60 poezi, se 30 e 30. Qose merren për 3 festivale, të paktën u ba vitin që vjen, ose dhe me thonë e mirë pres një fond qoftë individual, qoftë administrativ, se me punën e antologjisë merrem unë privatisht, nuk kam problem punën, po kam hall butimin. Edhe shpresoj që do dali dikush, po në rrugë të mirë jena. Okej. Unë të përgëzoj për këtë festival, gjithë teleshikuesit do keni mundësi të shikojnë të ndjekin dhe një përmbledhje që e kemi përgatitur e Inkas, një përmbledhje e shkurtër e gjithë asaj që ndodhi në Bibliotekën Marin Baletit të qytetit të Shkodrës, por le ta pyesim dhe Faridën për planet që ka. Farida, planet tua janë kaq të larmishme, nuk kemi vetëm gratë frymojnë vlera, ne kemi dhe konkurse Miss Mama. Ku ti merr pjesë dhe kam përshtypjen që ti je një grua që jep kolorit jetës sonde. Ti mendon për këtë një herë në radhë të parë? Në këto eksperimentet ndryshme që bën dhe guxon, tamam, fjalën tamam të dur, ti guxon. Guxoj, edhe du me heket pak a shumë atë mentalitetin shkodran që pse e bani këtë, pse u fut këtu, pse kush është kjo. Pra nga Shkodran duhet mu hek ky mentalitet, një grua ose dhe burr, kushdo që punon, kushdo që kontribon, kushdo që punon për ecorinë e tij, për shoqërinë, për familjen, për komunitetin, duhet përgëzu. Mandej na gjithkund ka vrejtje, qoftë edhe te festivali jon mund gjejnë. Po patjetër, duke punuar për çdo vit ne bëjmë, domethënë përmirësojmë nga viti në vit. Po problemi është një person që punon. Unë isha edhe në teatr mramu kënaqa. Çrëndsi ka, a jam unë as dikush tjetër. Sinqerisht u kënaqa. Ishte një rrëfim individual që ashte nevojshme me ditë Shkodrant se kusha Farida, kusha Kozeta, që kina dhanë, si ka thanë Fadil Kraj, e kina vu një gu në Shkodër, në respektan një Shkodër, pse mos din diçka ma shumë rrëthnesh. Pra, noshta Farida punon për këta 2 aktivitete, po unë qyshëre kam kanë me sportin, sa po më bora lajmin edhe vllajem, ishte zgjedhur 18 futbollistat më të mirë të Riyadit në Arabinë Saudite. Këta janë lajme që unë krenohem me atë që ka bë familja jeme. Dhe kam qejf, siç kanë thënë përpara, dardha bjen në ndardh, duan në krenarinë e prindëve të mi me vazhdu. Sa gjë e bukur kjo. Dhe je shumë motivuese dhe frymëdhënëse për të gjitha gratë, vajzat që janë duke ndjekur në këtë moment. Më pëlqen me punu. Nuk ndalesh Farida. Po më pëlqen shumë ekuilibri që mban emocional. Nuk mërzite shumë kollaj. Ti e peshon, nuk me revansh me një herë, nuk je impulsive, je një grua e madhur, tamam qytetare shkodrane. Shiko që ishte tamam për të mërzitur, sepse unë e kishe me datën 2 aktivitetin. Edhe unë isha në Gjakov, kisha një poezi familjare që kishte kohë që unë e kishe majtë në sirtar. Edhe ja kishe dhanë fjallën atyne që unë do vit. Po imagjinoje të shi të nesër më në kisha aktivitetin të mu do të më shkue me ardhë në Gjakov më rëna ditet. Tu kanë Gjakova aty, mora lajmin që nesër nuk do të bash aktivitetin sa zi kombëtare. Ishte një bombë për mu. Pra ti duke qenë larg sa anullime duheshin bërë. Edhe larg, edhe me njoftu gjithë këto njerëz, po që më ka ardhë keq tamam, një kosovare që ka prej biletën, prej Gjermanijet, ka ardhë një ditë para për konkursin, edhe u shty
nuk u ba ditë. Aja ka pagu biletat. Po, patjetër, që kjo ka dhe Po kosto. një tjetër ka prej deçanit, një ditë para. Merë dhe keqja dhe vajza që pati probleme trafikun dhe ditën e realizimit të festivalit ishte ora 12, por ajo erdhi në përfundim të festivalit. Erdhi në fund të aktivitetit dhe çdo gjë ishte mbyllur, kamerat ishin figur. Diçka që nuk e ka në dorë gjithsej cili. Po më erdhi keq sepse ishte munduar babai i saj, ne e përshëndesim atë vajzë. Aja kishte ardhur me gjithë teatrin me marr pjesë dhe ishte në poetet pjesëmarrëse, Po, nëse ke një përshëndetje për të gjitha poetet që janë duke të ndjekur në këtë intervistë, para se ne të shfaqim reportazhet dhe me siguri ato po presin interpretimin e tyre, si kanë dalë, si është përcjellur etj. Atëherë, unë i herë në radhë parë i falenderoj që kanë marrë pjesë. Dhe si poete, i tham shkruani sa më shumë, unë ju thash edhe në Durrës, në qoftë se një prej poetëve thote duhet të shkruaj më shumë për maskaradën politike, unë i tham shkruani më shumë për dashurinë, për paqen, për familjen, për fëmijët, për një shoqëni të mirë, për pozitivitet, për gjëra të bukura. Sepse vetë brishtësia jonë, se femra është sa e fortë është edhe e brisht. Vetë brishtësia jonë, amëlsia jonë e ka këtë në genin e vetë që më shkruaj për diçka të bukur. Okej. Pa më burkoj, ju ftoj që të ndjekim reportazhin, do rikthehemi në studio pasaj për bërë dhe mbylljen e emisionit. përshmes ato që në kanë mbështetur në këtë festival, I cili është I 5 I Rallës. Falënderim të veçantë dua për Klishe Bistër Bar. Faleminderit qendra e gruas Hapat e Lehtë që më vonë pasi të marroni këtu keni një koktejl nga ato. Faleminderit këngëtares Lulka Mërkulaj për angazhimin e saj.
Faleminderit bibliotekës Marin Barleti, faleminderit Vepin Vjerdha që janë me nxënësit e shkollës dëshmorë të Prishtinës. Faleminderit moderatorja mrekullueshme e përhershme Kozeta Bruçi, faleminderit juria që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj dhe me vlerësimet që ju keni bërë. Dhe ju jam mirënjohëse të gjithave ju, megjithëse disa dhe kanë munguar sepse pikërisht sot përkoj data dhe me një festival që është në Kukës dhe nga njëherë poeteshat nuk dishin se si me vepru, po një falenderoj me zemër gjithave ju që e keni vlerësu këtë festival, aq më tepër që është festival femëror. Faleminderit dhe rrugtim të mbarë. E falenderojmë Faridën, ne do ftojmë me radhë të gjitha krimet për të interpretuar këtu. Pa emrat e autorëve, janë rregullat vendosura prej kohësh në këtë festival. Nuk e di nëse kohë dhe fundit keni heshtur më shumë apo keni folur më shumë. Megjithatë heshtjet, ky është titulli i poezisë, do të vinë nga një poete e cila jeton në Shkodër. Pra do të themi vetëm vendodhjen e tyre. E mirëpresim. Ajo që dëgjon titullin e poezisë vjen vetë këtu. Përshëndetje të gjitha, të gjithë dhe gjithë në sallë. Dhe ju uroj suksese të festivalit. Me qenë e para, pra përpëve të përshëndetje. Të filloj direkt me interpretimin e poezisime që quhet Heshtjet. Gjithçkaja rrotull më sillet. E unë pa lëvizur i në hapësirën boshe që krijove ti. Privilegjit të mbushësh me zbrastir në asgjës kohën, pastaj ta mburosh me misterin e heshtjes. Të paharuara do të mbeten heshtjet kilometrike, si dhe moti egër, skalitur në mimik. Qiell i pahapur, mjekullim, por që shi nuk ra asnjëherë, për të njohur tokën, për të ngjallur shpresën, për të lindur jetën. Pak shi, o Zot, një pik lot, po të mbatej dashuria me lot, ato në sy nuk më pahen dot. Faleminderit. Gratë e qytetit blu kanë sy për zjarri. E pushitimet për të mbi vetet, në pasurimet e dia ka marrë dy fishnur. Në perëndimet e larta reflektojnë mbi liçen valësimet e përkohura të fitë marrëdashnie. Gratë e qytetit blu kanë sy të zinë si të ngjit, e flokë të artë si mundafsh, të kapura si kallza gruri arave, e buzë të kuqe si shejtnjan. Gratë e qytetit blu kanë sy të mëdhenj me nisa që shkëlqejnë dashnive prej shpirtit, që ëmbël u flasin ëndrave dhe u besojnë amanetet e etreve të vdekur bijve të ujdasht. Gratë e qytetit blu mbrohen nga burret të buta, që gjinë simbolin mbajnjash si shenjë e ajmalive për sharmin e tyre, duke shkapërcyer jetën ndjekse që u akuvizojnë verik. Poprarimet e pashta të hënës, sënetve të tyre triumfatore i kanë buzë bune e drinit. Gratë e qytetit blu posedojnë madhështi rozafe, me hiret e një fisnike që fjalët që ndisin mbi buzë dhe u flasin butësisht angjëjve e rozare lutjesh puthin për gjithë në dashni. Për qafim jetësor, atë natë erët me rufeqë shanin qiellin, ai e ndjeu që ishte i vrisht dhe me frikën fëmenare e përqafoi si sot konstruktel në kratë e saj dhe në siguri e pa në sy. Në ata sy burues frymëzimi pinte ëndra, se ajo për tingullin e loti dinte gjithçka dhe për mbrojtjen ngrimësuese të zemrës mund të bënte çdo gjë. Por ai nuk e dinte që heroina e tij ishte aq e frikësuar sa të përqafonte më fort dhe duke fshehur dridhjen e zërit në zhurmën e tmerrshme të rufeve, i thoshte: "Mos ke frikë, jam këtu, do të mbroj unë." Atë natë erët me rufeqë qanin qiellin, ata shpërthyen dhe frikrat në shkëndija shpjekurie. Hijet
lan ngjyrash në mbështjelljen e zemrave. Lotët përqafues dritësuan liktar shprese, si forcë jetësore unike, prind fëmije. Agimet solare. Kur prita yll në qiellin hënë, kur u bekova në ballë të argjët. Kur njerëzia thanë botu çmend, zemra rrite dhe snihte rënd. Agimet solare dhe univers kushtuar, kur rëna u baks lehona të zvon, dhe ju e përreth zune shtegëtojnë mëngjesit kristarët në rreth botën tonë. Dhe i kunata, zojtë shku vendojnë, dita me urata që buzagazën zgjonë, nisa dhe treguar një histori legend, njerëz mrekulluar, jetës si bëjnë vetë. Promete, rilindur zgalem dhe luftarak, diellin e kap matë dhe e fut në shtrat, amalgame ngjizur në vegim të artë, disa në përjeru, klip dhe shpirti ngrat. Kuaj magjiplot që erën që përpin, qielli të shojnë vrap dhe moti sokullin. Por befas, si nëzisht, ky dielli do t'i ikë, përshëndet jallëzor, ngjitet e ky nit. Promete, shtatit mondash lutej si i marë, dielli do t'a kap ro për jetë në lak. A i madit e lojën, kurtin dhe intrigën, ngjitej lartë kjellor, ndoshta ndezur dritën. Promete, nuk pyete për mua, tretur, drogitur, me shikim të re, faleminderit. Qielli u vesh me velo bardha, si engjërt harlisën valës dashnie. Andra u kam i mbështetën breng thirrshme. Mas pulsin e shpirtit në rëmujën e ditëve të mira. Ka i herë, gjithë shka më djeg aq fort, sa më duke se gocat e madhet janë baki, e dalin me fryme, e harume, si një hartë e vjetur e dalën bojet. Nuk di dhe i ku gërmojnë rënoja të shpirtit, me gjetë pak onë, qka nuk më servir veshtja. E nuk di qka du. A në një e vedit jam ba, tu i trazo brejnë me frim të ranë. E ti t'jem vesh për me ikë. Zemrën trenë, e pulzat e gishtave grimin besin, tu i ndjek hien tane. Ti, dashni e lasht, drithia jeme, e djelka jeme ndjek, që kënorë sytë lagësh në rritë. Mua, marit me supet brishta, që e shëmbi muskë, e dejet e malit me driu, buzët me iklin pa lejen sytë tu, e fryma mridhet një fjallë, shpirt, e aty, gjaj diçka që më kishtë mu, edhe lumin e krypëm shsemës, që në gryp derdi klith paza, madhe, ashtësi. Gjymtyrët e mia femërore më çojnë për temë mësis. A veç zemra e një gruaje, di të flasë me Perëndit. Takon ati herën, afër ditën a finan. Takon dora distren, motra që razi vetë me symen e dirë. Mes dijes, dashuris dhe luftrave, ka gjithmonë një pikë takim. Së bashku, gjysëm zot, gjysëm njeri, jetën morën në krah. Si cila të guzëqesh lumtur, ku shpirtrat tokës lanë. Për ta, çdo brerore i jete, çdo reze dielli në tokë, të kujton shtretër pa gjumë dhe mund për të artën forcë. Aty burën ëndrat, e pa prekura, aty së pari gruaja nisë beson. Engjujt e jetës, ti vesh me shpresën, bota kën dashurie të mbroth. Dhe u thinjë nën, grua hënës, ëndrave, su dhe veç kuptim. Ti jepe shpërjetësis, një yll hynor i prekshëm, dhe Zoti së tërës me dashuri. Na pite kësaj kohe,
që jena as trinun e as vjetrun, i ndigjojmë rrahjet e zemrës tonë si hapat e një vetmumi mbi gjetet e një pyllit të vdekur. Si qapa mbi një tokë të ashprume, të rrikur nga prekja e ngrohtë e kamve të spathuna. Na pite kësaj kohe, po vjetrohena kryenalt ndukje. Njëherë e një kohë, dashnia ka pas qenë pasunie të shmume. Nërsa tash, flutroj me ajër kremie horizonte të erta. Na pite kësaj kohe, jena në qendër bisedash takuta, me sytë smadhum në kërkim të dashnis, që mbet një gërmall e tjetër epoke. Na e njojmë vetmin si shok ngusht, që na flet me zak ftohtë, për me na kujtu se jena bijtë e kësaj kohe që s'duhet me u dorëzu. Faleminderit. Ma, prej saj sa vitesh, vërtitem e dy formëzuar distancave hapsinore. Pa e kujvoke, në kërkim të vendodhjes tënde, ndodhes qenësore. Ndrojnë me ny, kridhem tokës ashpër, plot ndjesi, vlaga vrullë më lag, malli lëngëzon, vije lehtë vragëzore më kufizon. Mam, as një shenjë jetësore nga ti e qenja jote prej kohësh. A ekziston në kufit, tokë qiell, një hyni si ti? Diku, shtresave kohore ngecen dale. Mu varën të dhënat, idet, ruazanët e spihe një nga një, rjedhës e kohës unë vend. Nuk të gjykoj për i kem tënde nën. Këtu udhët janë të pisur, e qielli shpesh zbret e frymën më zë. Por ec koha, ashtu e dy formëzuar. Ti mamë, ty hynorja ime, për jetësisë plot bukurie të rritësuar. Faleminderit. Njeriu i palezueshëm, sepse kemi shumë të vështirë të lexojmë njëri tjetrin atë çfarë neve komunikojmë ose nuk e themi. Ai s'flet shumë. As kur duhet. Heshtja i bëhet mure. Fjalët i mbahet në mendje, si libra pa kopertinë. Syt i ka si netet pa hënë, të thellë për pauzim, shikimi i tij një udhtim në labirint pa këthim. Në brendësi ka një sëpëllohë, një angth që flet me trupin, buzëqesh, por pa arsye, si britare të pikturuara. Emocionet i ndryll me kujdes, aty në raftet e pavedijes, ecën me hapa të heshtur, si në një koreografi pa muzik. Trupi flet më shumë se sa fjala, por pak e kuptojnë atë gjuhë. Mendimet i mbështjell me mjegull, pa një diagnozë për shpirtin, por ka nevojë për të dëgjuar. Ai është një libër pa titull, që se gjen në asnjë rraf, një poezi e pa lexuar që të prek pa e kuptuar. Faleminderit. Asgjë nuk dhem për ma, si dhimbjen ta mbaj, e kujt mund t'ja rrëfej. Çdo eshtër mbërthyer brenda meje, i ngjan një burgu dektisur në pasjet, ku dhe heshtja friksohet pas një reje. Vendi shkret nga donën hapat e mia, me rrugë mungon ajri dhe drita e tjellë. Kur ulem diku s'më shtitet vetmia, mes ngritës mendimi ka mbetur pa jetë. Kaq tepër dhembje prej teje dashuri, po
Po kohët e bukura, kush kuan valë? Mos duhet t'i ndjekim, t'i kthejmë përsëri, andoshta një tjetër jetë të mbjellim mbi plagë. Po gjethet që vjeshtën e shkuar në kushën rrugët të bukura vërtet por ikën, u haruan. Nëse harojmë dhe unë pas tyre tani, si ta shijojmë mrekullin që të falë natyra, që rrugët të marrin jetë e dritë përsëri, që vetmia të shkojë sa më lart mërguar, që mendimi të mos vdes brenda qerqit i ngrirë, do e luftoj dhembja, që kam për ta fituar. Tret dhe mali, këtë nuk e dija, dhe u rëshket çdo ditë nën këmbë. Një lisë mbi këtë mal ka filluar të lëkundet, tekët po i thahen gjethët i kanë rënë. Ndihem si një gjethë e vyshkur e këtij lisi, po thajmë dhe unë, nuk qëndroj dot në këmbë. Në shpatullat e mia varen tekët e këtij lisi, më duken si shkarpa rëndojnë sa një penë. Ky lis gjigant po thahet çdo ditë, lëkundet nga dhimbja, po i kalpet çdo ronjë. Gjethet po shti, fishkur të gjitha, ka ditë të tëra, dielli sukarën. Qajnë dhe kodrat, shohin mali rrëzuar. Lotojnë dhe fushat, shohin lisin duke rënë. Gjithçka në këtë jetë zbehet papritur, filizat e tij mbajnë peshën e rëndë. Qelis, kujtimet e dashnis me qelë si kam dryt, e me zemër një anojdis. Sa asmenja do si zbulon, në gjumë kanë herë gjdo qelis. Sa herë sirtarin provoj të hapë, një aromë kujtimesh vjen drejt meje. Qelizat e fjetën a shpeshën surprizojnë, pa lejen teme aktivizojnë menjen, e shpesh bela në fusin me vete. Përplasje menimesh, eufori kujtimesh, dialog në zemrën, prek gëzimin e dhimbjen. Provoj sirtarin me forcë të mbyll, provoj kujtimet me qetë si kyç, provoj dashnin të hedhin gjyq. Dashnis pranga si vejdot, ashtë bo pjesë e gjdo qelize. Lejet liri, mos e mbyll kot, nuk rrinë ma fshehun, ajo do ndise. Eja, eja, lulle vor, se më ty do turgunor. Eja, eja, lulle vor, se më ty do turgunor. Så spiller vi tror det litt for ganger. Pashmat bukre, stim pranë verën, pashmat bukrin, pranë do fi, mos t'ja falësh kujtjerën, se për mure vetëm ke qitë. Pashmat bukre, stim pranë verën, pashmat bukrin, pranë do fi, mos t'ja falësh kujtjerën, se për Unë quhem Nuri Evaduni, fitova çmimin e tretë, ndihem bukur, pak më parë, disa ditë më parë, u ktheva nga Gjakova, po me çmimin e tretë, ndoshta nuk është çmimi më i mirë, por është një vlerësim gjithsesi. Kam marrë dhe çmimin e parë dhe dytë herë të tjera, rëndësi ka që të paraqitemi në festivale të tilla,
është shumë bukur, në qoftë se vim në natën finale përsëri të gjithë jemi fitues, takimi me poetet e tjera, takimi me ju për herë të dytë ishte shumë i bukur, ndihem bukur. Quhem Valbona Kolaveri dhe jam shumë e nderuar që mora pjesë tek festivali Mbar Shqiptare Poeteshave. U vlerësova me çmimin e dytë. Titulli i poezisë ishte Gratë e Qytetit Blu. I kushtoj gjithë grave të Shkodrës, kështu që jam shumë e kënaqur që kjo poezi ishte fituese. Jam shumë falenderuese Faridës që më bëri, domethënë, pjesë të këtij festivali. Domethënë ndihem shumë e nderuar. Për festivali si u ta vlerësoni si festival? Festivali ishte shumë i bukur, më pëlqeu shumë pjesëmarrja e gjithë trojeve shqiptare. Domethënë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, nga Durrësi, Tirana, domethënë ishte pjesëmarrje shumë e gjerë, ishte një punë shumë e bukur, kështu që Farida domethënë ka bërë një përkushtim shumë të madh dhe ju uroj vetëm suksese. Anila Kiriazi Mihali. Ishte vërtet një emocion i veçantë kur prej së largu sillnin poezinë këtu në Shkodër, festivali i parë, dhe e kam ndjekur resht deri tashtin festivalin e 5. Gjithmonë vlera, por nuk haroja të parin kur gratë frymojnë vlera në kohë pandemie duke sikur frymoje jetë. Faleminderit për Faridan, faleminderit për gjithë organizatorët, faleminderit Shkodër, jeni shumë të dashur, do të vi përsëri. Duke qenë se unë ka vite që merrem me poezinë dhe kam pjesë të pasionit, duke qenë se jam edhe mësimdhënëse gjuhës shqipe dhe letërsisë, dhe me kënaqësi kur e pash doja që të bësha pjesë e këtij aktiviteti të mrekullueshëm, siç është organizimi pra i festivali 5 i poeteshave mbar shqiptare, dhe për mua është nder në fakt të isha pjesëmarrëse e këtij aktiviteti, duke u përzgjedhur edhe si pjesë e finalisteve të këtij aktiviteti. Për mua poezia do të thotë shumë, duke qenë se është pjesë e jetës time, aty mund ta them që është gjuha e shpirtit, duke qenë se nëpërmjet saj ne mjaft mirë mund t'i shprehim ato ndjenja apo të fjalë që ndoshta nuk i themi, por ne i shprehim nëpërmjet vargjeve. Dhe mendoj që është një aktivitet që duhet vlerësuar dhe i përgëzoj organizatorët dhe në veçanti Fariden. Është kënaqësi të jem në Shkodër sot këtu. Elmira Rama. Njerë vjen patosi në Shkodër merr vendin e parë, pritet ti apo se pritet? Jo, ishte vërtet një surprizë. Unë erdha këtu për herë të parë në këtë festival mbarkombëtar të poeteshave shqiptare me kënaqësinë për të qenë mes mikeve të mia që shkruajnë poezi, për të dëgjuar mendimet dhe copëzat e shpirtit që ndajmë ne me njëra tjetrën zakonisht. Ne nuk e pritëm që ti nga Jugo e ke një poezi në Gegnish dhe ja vendin e parë. Do me thënë ishte prandaj ku befasuan njerëzit më shumë. Do me thënë nga Jugo, çfarë vendi Jugo tjeti? Qarku i Fierit na merr bashkia e Patosit, konkretisht njësia administrative Zharës. Dhe ti zgjodhe gegërisht pse? Për t'ju përshtatur vendit ku zhvillohej festivali, për ta sjellë ndjesinë time dhe mendimin tim pikërisht në atë dialekt që flitet në vendin ku zhvillohej festivali. Pra në familjen tënde nuk është ndonjë geg aty që të ka mësuar të dialektin, po ti e përshtate? Absolutisht, po, e kam përshtatur vetë. Kam edhe një tjetër poezi në këtë dialekt. Janë dy ndjesi të cilat duke i menduar më çuan natyrshëm në përdorimin e këtij dialekti, nuk e di pse. Fillimisht dua ta falenderoj organizatorën për ftesën dhe ju për pritjen. Nuk është befasi të t'jesh në një eveniment Shkodër dhe mos jetë i suksesshëm evenimenti, sepse Shkodra është një vatër e artit dhe kulturës shqiptare. Shkodrën e kemi, sidomos në Istogu, pikë të ndijshme, pikë reference, ku në vitin 1999 pothuajse e gjithë Kosova erdhi në Shkodër. Dhe këtu ishte mikpritja fillestare e jashtëzakonshme, ku gjithë shkodranët i hapën dyrë, na pritën me dinitet dhe ne Shkodrën asnjëherë nuk do ta harrojmë. Sa i përket aktivitetit që Farida përgatit tash 5 vite, po më duket i këtij lloji zhandri, vërtet u impresionova, sepse këtu për herë të parë si i ftuar special i
i Faridës, e po është një organizim vërtet të nivelit lartë. Po është një moderatore shkëlqyshme që diti t'jep ngjyrën edhe vlerën edhe poetëve, edhe manifestimit, edhe gjitha me radhë. Kështu që unë u musha vërtet me emocione duke po vetëm sot, vetëm gjonat bukura. Faleminderit Shkodër, faleminderit për çdo gjë, për mikpritje. Isha i privilegjuar se isha prezent mesin e shumë krijuesve, shumë grave tona dinjitoze që erdhën sot në Shkodër. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur. Unë ju falenderoj për vëmendjen, gjej rastin të përgëzoj të gjitha poetët që u bën pjesë e festivalit mbarkombëtar të poeteshave në edicionin e 5. Falënderime më të mëdha dhe mirënjohja më e madhe në emër të gjithë Shkodrës do e drejtoja ndaj zonjës Farida Zmiani Ramadani për pasionin e saj, këmbgulin e saj, dashurinë me cilën ajo bën të gjitha këto realizime që e ngrejnë në vlerën e këtij qyteti. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj në të gjitha aktivitetet e mia, edhe unë kam thënë dhe do ta them prapë të qershia mitore të gjitha aktiviteteve. Faleminderit. Kështu përfundojmë dhe emisionin Arom Shkodër për sot. Në pjesën e parë ne patëm historinë e Nordana Hasa, një dyzim midis profesionit të mësueses por edhe poetes. Të gjithë ata që mund ta kenë humbur pjesën e parë, mos u mërzitni fare, është ritransmetimi i emisionit që do t'jetë ditën e shtunë në orën 15:30, ndërkohë ju do të vijoni të ndiqni edhe ato çfarë ndodhi në Festivalin Mbarkombëtar të Poeteshave në Shkodër. Ritransmetimin tashmë e bëm të qartë, ne do të shihemi së bashku të premten e ardhshme, çfarë personazh të tjerë simpatik si sonte, e si gjithmonë ne punojmë për këtë emision. Ju do të keni mundësi të ndiqni, por duhet të prisni deri të premten e ardhshme. Ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.